Një përshëndetje vllazërore shumë përzemërt për të gjithë ju, për të gjithë banorët e Manzës, Shukthit, Durrësit dhe mbar Shqipërisë, dhe nga zemra ju uroj festën e vitit të ri, Krishtlindjet, uroj që festat tjera së bashku t'i festojmë, t'i kremtojmë, si që meritojmë. Kam ardhur sot tek ju në këtë foltore që po quhet foltorja e dytë dhe në fakt është e dyta. Nëse foltorja e parë pati qëllimin më kryesor që shqiptarët të kenë opozit të vërtet dhe jo opozit falso, që u mashtron, jo opozit që nuk mbron idealet dhe interesat tuaja, jo opozit që synon të pasurohet vetë, jo opozit i esmenet qeverisë, as dhe të kërkuj tjetër. Opozit që ju i besoni idealet, i besoni shpresën dhe që ajo u qëndron besnik ju. Kjo është një rëndësie jetike për një vend dhe për një kombë. Opozita është mbarësja e sovranitetit të vendit, brenda vendit. Në të kuptim, është mbarësja e vullnetit të zgjedhësve, qytetarëve të lirë, të cilët votojnë për opozitën dhe ajo qëndron e pamposhtur në mbrojtje të interesave të tyre. Çfarë nuk u bët na zhduknin ne? Jeni dishmitar. Aktet më të paimagjinueshme, akte që s'janë regjistruar në Europë ndonjëherë kundër një force demokratike. Dhe pse? Se ne mbronim vetëm këtë. Ne thonim që ne mbronim idenë që ju do të zgjidhni njerëzit tuaj, kryetarin tuaj, drejtuesit tuaj, ata do t'ju përfaqësojnë ju dhe jo të kontrollohen nga qeveria apo të kontrollohen nga të tjerë. Kaq ishte. Na sulmon në gjitha mënyrat, por dështuar. U ngritët së bashku, si vigan, në një akt të pa shembull në histori. Rezistuam pa drejtësit më të mëdha. Edhe në zgjedhje, zhvilluam fushatën elektorale më të bukur, programin më të shkëlqyer që ka njohur ky vend, ekspertizën më të madhe, por çfarëdo që të bënim, Sali Berisha, unë kisha deklaruar në mënyrat më të përsëritura se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Sepse kur një kryeministër vendos të mos dorëzoj pushtetin, ai pastaj ka të gjitha mjetet në dorë për të shtypur votën, për të manipuluar votën, për të bler votën. Të dashur miq, zgjedhjet e vitit 2001 përsëri ai volli votën. Nuk i fitoi. Nuk i fitoi. Ai në 2021 nuk arrestoi liderët e opozitës. Jo. Ai në 2021 nuk fali 2 miliard gjoba 2 ditë para edhe kamata 2 ditë para votimit. Ai në 2021 nuk licensoi mbjelljen 28.000 hektarëve kanabis. Nuk shpërndau 100 euro për pensionist.
E megjithatë, ai i grabiti zgjedhjes sepse ai shpërndau, si qeni ju di shpitar, 130 milion euro në Tiranë, Durrës, Kurbin, Lezhë dhe Kavaj, dëmtime nga tërmeti, por në ligjin dhe rregullin e zgjedhjeve, një akt i tillë përbën blerje masive vote, edhe s'mund ta bënte. Por çfarë ndodhi? Prandaj kthehemi prapë tek çfarë ndodhi? Ai që na drejtonte ne, e thira i tha, shiko, bëra një shkrim të pasnesën e zgjedhjeve. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Se nëse jep ti 130 milion euro në zonë me popullat më të dendur, ti bler votën masivisht aty, vetë kuptohet. Diku 10.000, diku 5.000, diku 3.000, diku 20.000 me radhë, mbushi me kontot me lek. Tani them, do të ishim betejnë për mbrojtjen e votës. Dhe ajo ishte jetike për ne. Pse ishte jetike për ne? Betejat pa drejta nuk mund të bësh. Zgjedhjet janë sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare. Në kuptimin që sa i vlerëson ti, i vlerësojnë dhe ata që vinë nga mbar bota në emër të ligjit ndërkombëtar, marrëveshjeve që ka firmosur Shqipëria për t'i vëzhguar ato. Ish kryetari, në vend se të merrej me grabit e votës që bëri kryeministri, u mor me mua, u mor me partinë, sepse ishte në marrëveshje me te. Ishte në marrëveshje me te. Harroj, çfarë bëri qeveria? Pastaj filloi, s'duhet nalem këtu, periudhë kalvarit në cilën kaloi Partia Demokratike. Por Partia Demokratike me datën 11 maj nuk humiste kur zgjedhjet. Kur? Në qoftë se Edi Rama s'do të ipte, nuk do falte 2 miliard euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk do organizonte 4.533 veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtare për të ndikuar tek zgjedhësit në kundërshtim me ligjin, të cilat kanë patur çmim qindra milion, vetëm ditën e zgjedhjeve Giro d'Italia, ditën e zgjedhjeve 7 milion euro, organizat private. Organizat private. Partia Demokratike do fitonte zgjedhjet në qoftë se Edi Rama nuk do shpërndante 100 euro për çdo 760.000 votues. Në qoftë se Edi Rama s'do mobilizonte rrogtarët e shtetit që janë shërbëtorë tuaj, nuk do mobilizonte për të grabitur votat tuaja, për të kërcënuar ju. Partia Demokratike do fitonte zgjedhjet në qoftë se bandat ndër më të rrezikshme të Europë, ndër më të fuqishme të Europë, kartelët e drogës, tropinët, Suelçela, Bajrët dhe me radhë nuk do të nxirrin harxharët e krimit kundër zgjedhësve dhe të diktorin atyre votën. Nuk do të përdorin paratë e krimit për bler votë. Por miq, 21-shi s'mund përsëritej më. Jo, ai bëri këto dhe ne qëndruam me vendoshmëri absolute. Ai bëri gjithçka të ndryshonte raportin e vëzhguesve ndërkombëtar. Raporti i cili në një farë mënyre është gjykimi, është ligji ndërkombëtar për zgjedhjet e atij vendi ku zhvillohet. Dështoi, i kërcënoi ata, përdori të gjitha format, telefonata me kryeministra, me ministra e tjerë më radhë, por ne gjithashtu bëjmë gjithçka dhe ne s'kishim asgjë tjetër në dorë përveç fakteve të vërtetave që sillnit ju për zgjedhjet. Ato ne i paraqitëm kudo. Dhe zgjedhjet u damkosen
me të gjitha këto që unë ju thash më parë, kjo kishte një rëndësi të jashtëzakonshme për ne. Të dashur miq, ne jemi opozit prej 12 vitesh. Askush nga ne në një favor nuk e ka marrë, përkundrazi, ka marrë ndëshkime nga qeveria për shkak të afrimit me ne, bashkëpunimit me ne, shoqërimit me deputetën e nderuar, takimet, mbledhjet, të gjitha këto kanë qenë përsekutim. Përsekutim. Por megjithatë, ne prapë jemi të fortë shumë. Pse jemi të fortë shumë ne? Çfarë ndodh? Parti tjera janë shuar. Është e vetja partizë e dyta, më falni. E dyta në Europën ish komuniste që mbetet pas 35 viteve. Ne mbetëm. Sepse ne, jo se zgabuam, edhe ne kemi bërë gabime. Por ne kemi njohur gabimet. Ne kemi qëndruar toksor, kemi njohur gabimet, kemi kërkuar ndjes, kemi pranuar gabimet, i kemi korrigjuar gabimet. A mund të imagjinoni ju? Korrupsioni, tamam korrupsioni. Kudo ka një korrupsion të caktuar. Por aty ku kryeministri, presidenti janë të pa korruptuar, aty lufta kundër korrupsionit është e garantuar. Është e garantuar. Pra, gjatë viteve të periudhës tonë, cili nga ju mund të imagjinonte demokratë të sallë, që të kërkonte prokurori heqjen e imunitetit të ministrit dhe t'i dilja unë përpara, t'i dilte kryeministri përpara t'i bllokonte. Kur? Po pse? Se prokurori me të drejtë apo me të pa drejtë, me aktin e tij po mbronte ju, po mbronte interesat tuaja, po mbronte parat tuaja, po mbronte taksat tuaja. Dhe vetë kuptohet, kryeministri s'mund t'ishte kur në anën tjetër. Çdo imunitet që kanë kërkuar është vetë dorëzuar nga ministra, sepse e dinin që nuk ka imunitet. Ndodhi të rikthehemi bashkë janar të 2011-ës. Edi Rama publikon një video ku thot, përmendën bisede sipër me Ilir Meta për një rishfet 700.000 eurosh. Ta them unë ju. Ymer Tole, biznismen, kishte fituar gjyqin me një biznismen italian. Dhe tani kërkonte ministrit të filloj punën dhe i shkruante, zoti ministër, gjatë kësaj kohë që kam fituar gjyqin gjerësot, si përmarrja ime ka humbur 700.000 euro. Ky ishte historia 700.000 eurove. Megjithatë ata e kishin manipuluar, siç është provuar. Çfarë bëri Ilir Meta? Jo, nuk tha që pritje të sqarohet. Jo, më tha, erdhi në zyrë, unë do jap dorëheqjen. S'kishte kërkuar fare prokuroria dorëheqjen. Jo, me datën 15. Sepse unë nuk do shkoj tek hetuesi i thjesht të paraqitem si zëvendës kryeministër. Ai do të hetoj mua si çdo qytetar tjetër. Pra, ishte një standard krejt tjetër. Dhe ju them unë ju, kjo është arsyeja pse ne erdhëm edhe mas 35 vitesh pa mposhtur.